dhe drejtimi i vendit nënkupton konstituimin e kuvendit, formimin e qeverisë, zgjedhjen e presidentit, dhe këtë mandat që ka dhënë sovrani do duhet ta nënshtron, do duhet ta ekzekuton, ta ushtron zoti Kurti. Mirë po, ajo se çfarë po ndodh sot, çfarë ndodhi dje, por çfarë ka ndodhur edhe gjatë këtyre 2 viteve të fundit, është dëshira dhe qëllimi i tij politik për ta përmbysur ranin kushtetues. Këtë qëllim politik e ka deklaruar disa herë, kanë thënë në Kuvend Kosovës, për ta suspenduar demokracinë, për të pas zgjedhje të parakoshme, dhe kjo situatë nuk është gjë tjetër veç se për ta çuar vendin përsëri në zgjedhje. Dhe unë ftoj qytetarët e Kosovës që ata të cilët ja kanë dhënë votën, dhe votin e kanë dhënë përmes qeverisë, për me përmirësu jetën e qytetarëve, për me adresu sfidat e ekonomisë, e të shoqërisë, e të politikës të brendshme, të politikës jashtme, ata do duhet ta dënojnë me votë. Nuk ka pas asnjëherë ndonjë udhëkriç më të madh politik, se kjo nuk është një krizë thjesht më politike. Nëse shkojmë 3 herë në zgjedhje, dhe rrezikohemi që shkojmë përsëri në zgjedhje, ma nuk është as krizë politike, ma nuk është as blokadë institucionale, është shthurje e shtetit të Kosovës, dhe ne si Parti Demokratike e Kosovës, e cila qëndron në themelet e lirisë, e cila qëndron në themelet e pavarësisë, nuk do të lejojmë që ky vend të shturet si demokraci nga një përpjekje autoritare e zotit Kurti. Se pari në ftoj të gjitha partitë politike që asnjëherë mos ta bojkotojnë punën e kuvendit. Se aty ku ka kuvend, ka parlamentarizëm.